Në mes të pasdites, kur shtëpia e Big Brotherit ishte zhytur në rutinën e zakonshme, Bia vendosi të sjell pak zjarr dhe adrenalin. Ajo doli nga dhoma e garderobës e veshur vetëm me rroba banjo ngjyrë të ndezur, që i rinin perfekt dhe ku çdo lëvizje e saj bënte djem të ndalonin frymën. Flokët i kishte të lagura, duke i dhënë pamjen e një dive që sapo kishte dalë nga pishina, dhe ecja e saj kishte atë vetbesimin tipik që vetëm Bia din ta shfaqë. Ajo kaloi nëpër dhomën e ndenjës me një shikim sfidues dhe tha me zë të lartë: "Djem, hajdeni këtu se kam nevojë për një masazh. Po më kanë ngurtësuar emocionet e nominimeve." Djemt, që deri atë çast rrinin të qetë, filluan të qeshnin, por edhe t'u binte sikleti. Disa u pan mes tyre sikur po pyesnin veten kush do guxonte të afrohej i pari. Njëri bëri shaka: "Mos po na fut në telashe me Big Brotherin, moj Bia." Ajo ul mbi divan, duke kryqëzuar këmbët me plot stil dhe duke tundur pak flokët pas shpine, sikur të ishte në një set reklame. Me një buzëqeshje të vogël provokuese, shtoi: po dua thjesht pak relaksim. Ose ndoshta thjesht dua t'ju shoh si reagoni." Kamerat e shtëpisë u afruan automatikisht, duke kapur çdo grimc të momentit. Bia as që e fsheu dëshirën për të pasur vëmendjen e tyre. Madje u kthye nga kameramani. I bëri me sy dhe tha me humor: "Mbaje mirë fokusin te unë, se dua foto perfekte për prime." Banorët tjerë nisën të qeshnin, disa të nervozuar, disa të mahnitur nga guximi i saj, e disa thjesht të habitur se si ajo arrinte ta kthente çdo situatë në spektakël. Në fund, dy djem u afruan më pranë, me buzëqeshjen e atyre që po futen në një lojë të rrezikshme, ndërsa Bia ushtri më rehat mbi jastëk, duke thënë: "Hajdeni, mos kini frikë. Big Brother po shikon, por s'po ju ha." Dhe kështu, e gjithë shtëpia u kthye për disa minuta në një skenë flirtuese, humoristike, plot energji dhe tension lozonjar, fiks ashtu siç dita krijoi vetëm Bia.